Domethënë nuk ka mundësi me thonë dikush për fenë e Allahut, kjo vepër është e ligjshme, ose kjo vepër është e mirë, ose kjo është e preferuar, pa pas argument. Domethënë si ka mundësi njeriu ta di çka do Allahu dhe çka nuk do, përveç se përmes shpalljes që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Atëherë vjen tema e hadithit të dobët. Thot, wala yajuzu an yuthbata shari'atun bi hadithin da'if. Pra nuk lejohet të aprovohet ndonjë ligj në fenë e Allahut me hadith të dobët. Mirë po, kur vërtetohet se puna është, se kjo vepër, një vepër e caktuar, vërtetohet me hadith, me argumente shariatike, do të thënë me ajete ose hadithe sahiha, është e vërtetuar. Pastaj transmetohen për këtë vepër vlera ose shpërblime me hadithe të dobta. Atëherë, thot lejohet të transmetohen nëse nuk ka ndonjë argument se këto janë gënjeshtër. Do të thënë kjo është më rëndësi ta kuptojmë për punën me hadith të dobët. Pasi ka paqartësi, a lejohet të përdoret ndonjëherë hadithi i dobët. Nuk lejohet me hadith të dobët të vërtetohet në një ligj i fesë Allahut. Nuk lejohet me hadith të dobët të vërtetohet në një ibadet. Nuk lejohet. Por nëse kemi një ibadet për cilin ka argumente, kemi hadithe sahiha, edhe kemi hadithe të dobta që tregojnë se kjo vepër ka domethënë shpërblim kështu e kështu, atëherë ne nuk e përgënjeshtrojmë këtë. Nëse nuk kemi argument që kjo është gënjeshtër, domethënë nuk e ka transmetuar ndonjë transmetues gënjeshtar, atëherë mund ta transmetojmë këtë hadith. Por baza për ta vërtetuar atë vepër duhet të jetë hadith sahih. Domethënë, nëse flasim për një ibadet, dhe për atë ibadet ka vetëm hadithe të dobta, atëherë nuk vërtetohet, nuk merret, domethënë. Por nëse ka hadithe sahiha ose urdhër në librin e Allahut, pastaj kemi hadithe që tregojnë vetëm për vlerën dhe shpërblimet. Atëherë, domethënë, nëse nuk është vërtetuar se është gënjeshtër kjo, atëherë, domethënë, mund të përmendet edhe mund të transmetohet. Thot, sepse wadhalika anna maqadira ath-thawabi ghayru ma'luma. Domethënë, pasi sasia e shpërblimit për vepra nuk është e ditur. Domethënë, nëse janë përmendur vetëm hadithe që tregojnë se është e ligjshme ajo vepër, por sa është shpërblimi për atë vepër nuk është e ditur. Atëherë, nëse transmetohet për vlerën e shpërblimit hadith që nuk është sahih, por nuk është i rrejshëm, nuk është i trilluar, atëherë nuk lejohet ne ta përgënjeshtrojmë. Themi kjo s'është e vërtetë, sepse ti nuk ke argument që shpërblimi i kësaj vepre nuk është kaq sa është në hadith. Do thotë nëse e mohon hadithin, këtu hadithin e dobët, në këtë rast, do më prap ti ke fol për fenë e Allahut pa argument. Sepse vepra është e ligjshme me hadith sahih. Mirë po për caktimin e sasisë së shpërblimit, nëse nuk ke argument tjetër, pra nëse kemi hadith sahih që thot se shpërblimi për këtë fjalë, për shembull është sa 1000 sevape, edhe vjen një hadith i dobët që thot është 100, atëherë mohojmë se e dim me hadith sahih. Po nëse nuk ka, do thotë është e ligjshme me hadith sahih, por nuk ka për sasinë e shpërblimit, atëherë nuk lejohet ta mohojmë këtë hadithin e dobët. Kështu këtë ka qëllimin Ibn Taymija rahimahullah. Edhe mendoj se kjo është sqarim i mirë, sepse shumë njerëz prej grupacioneve të devijuara thonë lejohet përdorimi i haditheve të dobta fi fadailil a'mal, apo në vepra të vlefshme. Domethënë jo për halal dhe haram, po për nxitje për vepra të mira. Edhe kjo është kuptimi gabum. Domethënë kjo i bie se kur përmendet një hadith i dobt për një vepër për cilën s'ka argument sahih, atëherë mund të bëhet e ligjshme. Do thotë nuk bëhet asnjë ligj i bazuar në hadith të dobët, por mund thuhet vetëm për sasinë e shpërblimit. Shpresoj që nuk ja vështirësova këtë dhe të jetë e qartë.
Dhe thot Ibn Taymija, wa hadha huwa alladhi kana al-Imam Ahmed ibn Hanbal wa ghayruhu, do të thënë Ahmed ibn Hanbal ka pas këtë mendim. Wa ghayruhu yurakhsuna fihi, dhe disa të tjerë janë më tolerant, do të thënë për këtë hadith në transmetimin e haditheve të vlerave të shpërblimeve. Por, wa amma an yuthbitu anna hadha amalun mustahabun mashru'un bi hadithin da'if, fa hasha lillah. Do të thënë, por, pra ka Imam Ahmedi me këtë, siç e sqaroi Ibn Taymija. Ka disa dietar tjerë që kanë më shumë tolerancë për hadithe të dobta. Mirë po, që të ketë thënë dikush prej dietarëve që me hadith dobët vërtetohet një ligj, një vepër, do të thënë e ligjshme, kjo hasha lillah, do të thënë i lartësuar është Allahu, nuk e ka thënë askush prej dietarëve. Kema annahum idha arafu anna al-haditha kadhib, gjithashtu kur dihet se hadithi është gënjeshtër, do të thënë i është mbeshur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu nuk lejohet të transmetohet dhe të përmendet. Pra nuk lejohet, përveç e dini dietarë që kanë shkruar libra të veçantë ku tregojnë për hadithe të rreshme, të trilluara. Ka, do të thënë, ajo është për të treguar se është i trilluar, jo për ta përmendur, do të thënë, dhe për ta transmetuar, do të thënë si hadith. Dhe për këtë është bazë hadithi sahih. Do të thënë edhe pra nuk ka të njerëz të sunetit diçka që kanë nxjerrë nga mendja e vet. Patjetër, edhe për këtë i themi Ibn Taymijës, mirë, ti ku e ke argumentin që e thu këta? Pra ka thonë, është argument hadithi sahih, man rawa anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhabin, ose ahadul kadhabain, ose kadhibain, do të thonë kush transmeton një hadith që mendon se është gënjeshtër, atëherë ajo është një prej dy gënjeshtarëve. Do të thonë e ka shpik dikush tjetër dhe ky tjetri e di se është gënjeshtër, është shpifje dhe trillim dhe transmeton. Atëherë edhe ky është një prej këtyre gënjeshtarëve që kanë hyrë në këtë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Do të thonë ai i cili trillon gënjen për mua qëllimisht, le të përgatitet për ulsen në xhehenem, për vendin e tij në xhehenem. Edhe tjetri që nuk e ka trillu, por e transmeton duke ditur se është e rrejshme, do të thënë atëherë gjithashtu është një prej këtyre gënjeshtarëve.